Tani shkojmë dhe përmendim shkurtimisht filmat që kemi përzgjedhur për ju në këtë episod, filmat më të mirë të paktën deri tani po themi. Në përzgjedhjen tonë, po edhe të shumë kritikëve në vitin 2025. Deri në qershor, se mund të ketë filma shumë të mirë dhe në dhjetor, po kur të vijë dhjetori. Dhe filmat janë Mission Impossible: The Final Reckoning, Sinners i vitit 2025. Po. The Phoenician Sim, Bring Her Back dhe Lilo and Stitch. Do të flasim pak tani për secilin prej tyre. Nisim me Mission Impossible: The Final Reckoning 2025, pra siç e tham, Christopher McQuarrie. Pjesa e 8 e sagës së njohur sjell një përfundim epik për agentin Ethan Hunt, që luhet nga i madhi Tom Cruise. Filmi është vlerësuar për skenat spektakolare të aksionit dhe për një sekuencë të veçantë në New York që është cilësuar si një nga më të mirat e serisë. Dhe kjo është arsyeja pse kemi thënë edhe herë tjera që Tom Cruise është sot aktori më i paguar në botë. E justifikon plotësisht. Shkojmë tek Sinners, po ashtu i vitit 2025 me regji të Ryan Coogler, një thriller horror i vendosur në jugun e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vitet 1930, i cili ndjek historinë e dy vëllezërve gangster që përballen me forca të errta. Filmi ka marrë vlerësime të larta nga kritika me një vlerësim prej 97% në Rotten Tomatoes dhe një notë A nga CinemaScore. Një arritje e rrallë, sidomos për një film të këtij zhanri, konkretisht zhanrit horror. Performancat e Michael Jordan dhe muzika e Ludwig Göransson janë veçuar si elementët e jashtëzakonshëm të këtij filmi. Do të shkojmë tani tek filmi im i preferuar deri tani këtij viti, një masterpiece dhe nuk ka pak javë që ka dalë në kinema, The Phoenician Sim nga regjizori Wes Anderson. Në këtë dramë të stilizuar, regjizori sjell historinë e Sasa Korda, Benicio del Toro, një tregtar armësh që përpiqet të përfshijë vajzën e tij në biznesin familjar pas një atentati. Filmi është vlerësuar për estetikën unike dhe për interpretimet e shkëlqyera të aktorëve si Michael Cera dhe Mia Thrippleton. Dhe vazhdojmë me Bring Her Back nga Michael dhe Danny Filippo, një thriller psikologjik australian i cili ndjek historinë e një nëne që përballet me forca të errta pasi merr në kujdes dy fëmijë jetim. Filmi ka marrë vlerësime të larta me një vlerësim prej 89% nga Rotten Tomatoes dhe është cilësuar si një nga filmat më të frikshëm të vitit. Performanca e Sally Hawkins është veçuar si një nga më të mirat e saj. Mirë, edhe sërish një tjetër film i cili s'ka pak javë që ka dalë, dhe kemi thënë edhe këtu në Cineplex, Lilo and Stitch nga Dan Fleischer Camp, rikthimi i dashur i Disneyt në formën tashmë të një filmi live action, ka qenë një sukses i madh. Filmi ka thyer rekorde në fundjavën e Memorial Day dhe është vlerësuar për kombidimin e efekteve vizuale të avancuara me histori emocionale që rezonon me audiencën moderne tashmë. Edhe këtu në Shqipëri, ju e dini, ka bërë namin. Po, namin. Nuk ka mbetur i madh dhe i vogël pa lotuar nga Lilo e Stitch. Tani do të shkojmë tek librat që sugjerojmë për ju, për kë bien Këmbanat i vitit 1940 nga Ernest Hemingway dhe Gratë Vogla i vitit 1868 nga Louisa May Alcott. Un po e nis me për kë bien Këmbanat vitin 1940 nga Ernest Hemingway, sepse rastësisht, po krejtësisht rastësisht, unë jam rikthyer edhe një herë në këtë periudhë leximit të këtij libri. Është një nga romanet më të rëndësishëm të shekullit të 20, vendosur gjatë luftës civile në Spanjë. Robert Jordan, një amerikan, bashkohet me partizanët spanjoll për të hedhur në erë një urë, e cili në fakt e përjeton këtë me dilema ekzistenciale, dashuri të papritur dhe me ndjesinë e afërt të vdekjes. Një ndjesi që besoj në një pikë apo në një tjetër se cilin prej nesh e përshkron në një farë mënyre. Vepra ndërtuar reflektim filozofik me tensionin dramatik të misionit, duke ndërtuar një atmosferë të ngarkuar emocionale. Libri është përkthyer në shqip dhe ka ushtruar ndikim të gjerë në letërsi, kinema dhe artin e rrëfimit të luftës. Mund konsiderohet si ndoshta vepra më e përkryer e Ernest Hemingway në rrëfimin e luftës, edhe pse ai thuaj se gjithë veprën e tij e ka pasur konkretisht të bazuar në tematika të tilla. Shumë vërtet një nga romanet më të mëdhenj të shekullit të 20, po jo më pak i rëndësishëm është edhe ky tjetri tani. Gratë Vogla 1868, Louisa May Alcott. Një roman i pavdekshëm është cilësuar ky për jetën e 4 motrave marsh në kohën e luftës civile amerikane që trajton papjekurinë, humbjen, dashurinë dhe ëndrat personale me një ndjeshmëri të thellë. Në qendër të tij është lufta për të ruajtur humanizmin dhe dinjitetin në një botë të ashpër.
Libri i shpërkthyer sigurisht në shqip dhe ka frymëzuar breza të tërë lexuesish jo vetëm në Shqipëri, në të gjithë botën, dhe ka shërbyer si bazë për disa nga adaptimet filmike më të dashura të shekullit të 21.